Në fshatin Vajz u zhvillua edicioni 4 i Vajz Fest, një aktivitet tashmë i kthyer në traditë, i organizuar nga djemtë e fshatit nën kujdesin e veçantë të Bashkisë së Selenicës. Përmes një programi të pasur me aktivitete kulturore dhe artistike, Vajz Fest sjell në qendër të vëmendjes trashëgimin, artin, filmin, poezinë dhe sportin, duke krijuar një atmosferë festive dhe të veçantë në këtë fshat të njohur të Labërisë. Festivali është kthyer në një pikë takimi për banorët e Vajzës, të afërmit të tyre, emigrantët dhe të ftuarit nga zona të ndryshme të vendit. Përmes këtij aktiviteti synohet ruajtja dhe përcjellja e traditave nga një brez te tjetri, por edhe promovimi i vlerave historike, kulturore dhe natyrore. Në edicionin e 4 Vajza mirëpriti një numër të madh të ftuarish, mes tyre personalitete të politikës, ish drejtues të lartë të shtetit, drejtues aktual, si dhe emra të njohur të artit dhe kulturës. I pranishëm ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili u bashkua kësaj feste, tashmë të konsoliduar. Mos jam në kapak të syrit, apo në këngët e tua. Ka vende ku shkojmë për herë të parë. Ka vende ku kthehemi përsëri. Dhe ka vende që edhe pa qenë nevoja që të lindim në to, bëjmë pjesë e jetës sonë. Vajza është një vend i tillë. Mirë se erdhët në Vajz Fest, edicioni 4 i tij. Kryetari i Bashkisë së Selenicës Nertil Bella i vlerësoi traditën e mikpritjes së Labërisë dhe potencialin që ka Vajza për zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë së saj. Bella ju ndal tek pasuritë e jashtëzakonshme natyrore të kësaj zone, duke përmendur burimet ujore dhe bukuritë e territorit, të cilat sipas tij përbën një potencial të rëndësishëm për të ardhmen. Ai theksoi se bashkia së bashku me komunitetin po punon për të krijuar kushtet që këto vlera të shfrytëzohen në funksion të turizmit dhe zhvillimit të zonës. Mirë se erdhët në fshatin e Ali Aslanit dhe fshatin e Berlat Rexhepit. Për mua është një kënaqësi e dyfishtë, edhe si djali i këtij fshati, por edhe si kryetari i Bashkisë Selenicës. Është privilegj që të jem sot me ju këtu në këtë shesh, të mbushur kaq plot, jo si numra, por si zëmra që ju e doni Labërinë, e doni Vajzën edhe gjithë pjesën e saj. Sepse ne kemi një traditë që shtëpia është e Zotit dhe mikut, dhe ju të gjithë që jeni këtu, jeni miq të fshatit Vajz. Ashtu si Aliu shkruante për fshatin, e donte fshatin, kontribonte për fshatin, edhe një pjesë shumë e mirë. E disa djemve të fshatit në krye Sokolin, ashtu vazhduan traditën. U thriste amaneti dhe gjaku i Aliut që duhet të kontribonin për fshatin. Dhe është viti 4, ashtu filluam, dal nga dal, pak nga pak, si një fest fshati lokale, por për të vitin e 4 si vjet, kjo fest nuk është më fest lokale, por është fest kombëtare, sepse brenda saj ajo ka art, ka kulturë, ka traditë, ka trashëgimi kulturore, natyrore, e si ta duam ne, sepse Vajza dhe Labëria kanë një pasuri të jashtëzakonshme. Pasuri të jashtëzakonshme në natyrë. Këtu lart është vendi mirë, është Amantja, është ujvara e Rasalit, është ura e Bratit. Kryeministër në fund kemi nxjerrë dhe ujë deti këtu, kështu që në Vërmik dhe në Bashaj kemi dhe ujë të kripur. Po këto na i ka falë natyra, dhe ashtu si Labëria e ka famë madhe historinë, ne si bashki dhe si komunitet këtu jemi munduar që për të 4 vitet, ashtu si që ka famë madhe Labëria, famë madhe ta bëjmë edhe bashkinë tonë në aspektin turistik, duke e quar bashkinë në nivel tjetër të zhvillimit të turizmit malor, lumor, kulturor. Kemi punuar, do vazhdojmë të punojmë dhe të shikojmë pastaj se si do vënë gjërat. Edhe një herë faleminderit dhe gëzuar festën.
Edhe kryeministri Edi Rama gjatë fjalës përshëndetëse në këtë aktivitet vuri në dukje faktin se festa ka arritur në edicionin e 4 dhe tashmë është kthyer në një traditë të qëndrueshme. Ai tha se ka pranuar ftesën në këtë edicion të 4 me shumë kënaqësi për të qenë prezent në vajzë. Në radhë parë duhet të falenderoj Sokolin, i cili më dërgoi ftesën për të 4 vit rresht dhe këtë herë nuk refuzova, duke qenë se tani më siç e tha edhe gjykatësia, e cila kur jep gjykimin e ka atë formës prerë, 4 vjet janë mjaft për të pasur besim që ideja funksionon, kështu që besoj që është rradha e dur për të ardhur dhe për të dëshmuar së bashku me të tjerët suksesin e një ideje të lindur 4 vjet më parë. Nga ana tjetër duhet të përshëndes të gjithë pranishmit, duhet të përshëndes presidentin Topi, i cili është këtu i pranishëm bashkë me prefektin e Tiranës, që nuk e kuptohet mirë se për çfarë arsye është këtu, po mik i vajzës me siguri. Duhet të përshëndes edhe kryetarin e Komitetit Olimpik, Fidel Yllin, i cili deri para se të vija këtu më rezultonte nga Skarpari, po nuk e di edhe ky mik i vajzës patjetër. Duhet të përshëndes kryetarin e bashkisë, Nertilin, edhe ta falenderoj për informacionin për vajtjen e detit Majt Malit me ujin e kripur bashkë. Duhet përshëndes edhe ministrin e pushtetit vendor, zotin Demo, i cili është këtu i pranishëm për të kontrolluar si funksionon Bashkia Selenicë. Dhe faleminderit shumë edhe gjykatëses për këtë prezantim që ishte vërtet impresionues nga fillimi, plus edhe me këtë veshje që nuk është tipike për një person që ka kaluar vetimun, kështu që faleminderit të gjithëve edhe ju uroj që të keni një festival të këndshëm edhe më shumë, edhe më mirë vitin e ardhshëm, por rëndësi ka që juve këtu pushtetin gjyqësor keni me vete. Shumë faleminderit. 4 vite pas nisjes, Vajz Fest po shndrohet në një nga aktivitetet më të veçanta të zonës, duke ndërthurur festën me promovimin e historisë, kulturës dhe pasurive natyrore të vajzës. Organizatorët synojnë që kjo traditë të vijojë edhe në të ardhmen, duke kthyer vajzën në një destinacion për vizitorët që duan të njohin më nga afër traditat dhe bukuritë e Labërisë. Me muzikën, artin, poezinë, aktivitetet sportive dhe historitë për të cilat ndërbreza, Vajz Fest po dëshmon se tradita mund të kthehet në një mundësi për të bashkuar komunitetin dhe për të promovuar më tej këtë pjesë të rëndësishme të Bashkisë Selenicë. Vendelina është një grua që qanë e Sjenderman, se burrin ja morën dhe fëmijëve të saj babat. Bilal Dyjarja quhet ky burr, e mos u lodhni kot se këtë emër nuk e keni dëgjuar kurrë. Gjigji Sultania s'bën as pak pishman kur thot me zë të lartë. Korba, që më gjeti. Korba. Lëre, mos e nga. Nuk u zjedh më besë, as leckave të trupit. O, i mbyllë e sytë, ta heqin labanin për i supit. Të shkon në një lumë, ma letë si kalatërinë, bishkon bënjën bira thunë, rritet parë dhe trondelinë. Si se za dridhe moj, o dridhe moj shamin e jeshile. O dësë majli të kur vije, dridhe moj si se za ime. Dridhe moj, aj se në kasabanë, se në vjorë, se në tiranë. I që në djetë që në shanë, o kalë në dhe baba.
Aktiviteti krijon mundësinë që banorët e larguar ndër vite, veçanërisht ata që jetojnë në emigracion, të rikthehen në fshat dhe të takohen me familjarët, miq dhe bashkëfshatarët. Në këtë mënyrë festa nuk shërben vetëm si një aktivitet kulturor, por edhe si një moment bashkimi dhe komunikimi mes brezave, duke forcuar lidhjet me vendlindjen.